Dorheqje! Brama të gjithëve, dhe unë jam një nga personat e diasporës, vin nga Myniu. Kjo edhe një thirrje për të gjithë, të cilët ndodhen aktualisht në Shqipëri për të qenë edhe këtu prezent në shesh, sepse revolucioni vërtet bëhet në shesh. Shqipëria kërkon revolucion! Shqipëria kërkon revolucion! Kërkon revolucion! Unë kam lidur në vitin 99, edhe e vetë nga gjë që njoh është një klasë e cila politike e cila është me kalbur se sa spitalet që kemi ne kudo. Unë sapo u ktheva nga spitali sepse kisha një të sëmur, një të afërmin tim, dhe është e tmeshme se si mund të jenë sëmur pa kondicioner, në këto temperatura, në këto kushte. Është tmerr të jesh i sëmur, po është akoma më shumë tmerr të jesh në një spital në Shqipëri. Me profesion jam akoma studente, s'kam mbaruar, por jam për terapiste për fëmijë me nevoja të ndryshe. Dhe një nga motivimet e mia personale për të dalë këtu në shesh, për të dalë edhe çdo ditë kur bëhen protestat në Myni, e cila këtë të premte është protesta e 10 që mbahet në Myni. Dhe kudo në për diasporë bëhen, pothuajse po shkon numri rreth 300 protesta që janë mbajtur në disa qytete dhe shtete. Ju keni mbështetjen e diasporës. Diaspora është me ju. Diaspora është me ju. Diaspora është me ju. Është me ju. Okej, se diaspora është me ne. Në datën 14, 15, 16, edhe shumë miq të mi të cilët jetojnë në Gjermani, do jenë këtu në shesh. Jemi bashkë, kjo është kauza jonë, jemi të gjithë bashkë për të sjellë Shqipërinë e re dhe për të sjellë revolucionin tonë. Revolucion! 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 Ka ardhur koha për këtë revolucion. Dhe e disa me herë, kauza ime personale është që qytetarët e mi në këtë republikë të shikojnë njerëz me dignitet, që edhe kur janë të sëmur, por edhe në qoftë se lindin me një aftësi ndryshe, të jenë njerëz me dignitet, njerëz me dignitet. Dhe kjo është mohuar nga politikat jo sociale që ndër vite Republika e kësaj Shqipëria nuk e ka mundur. Kështu që dhe një herë jam shumë krenare, jam shumë e lumtur që jam këtu me ju, që jam shqiptare, që vazhdojmë luftën tonë drejt revolucionit tonë, sepse ne po e bëjmë revolucionin tani. Ne jemi duke për revolucionin. Shqipëria nuk ka parë ndonjëherë që 66 ditë të mbahet marshim, të mbahet protesta. Dhe prandaj vazhdojmë, jemi bashkë. Faleminderit.